Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Silva Pjetri dhe ky është kanali im Detektive Lumturisë. Sot është video e parë për 2026, kështu që s'pari zgjedh me ju uru një vit sa më të mbar, një vit me plot shëndet për ju edhe njerëzit e tu dashur, sepse mendoj që shëndeti është gjëja kryesore që ne duhet kemi, pastaj gjitha tjerat janë të realizueshme. Gjithashtu ju uroj një vit me realizim qëllimesh, çdo qëllim që keni vendos vetes do dëshirë, shpresoj që t'ju realizohet në 2026-ën. 2025 më fakt ka qenë një vit që për mu, realisht, ka kalu bam bam, kështu hapen mbyll syt. As nuk e kuptova kur hym, as nuk e kuptova kur dolem. Thonë që kur kalojnë shpejt vitet, ose ditët, ose muajt, është sepse ti kalon mirë, edhe realisht mendoj që 2025 kam kalu goxha mirë, jam ndje shumë mirë, kam taku njerëzit e mi dashur, kam kalu kohë me ta, ka qenë një vit goxha me plot shëndet, kam qenë goxha falendëruese për gjithçka që kam. Dhe mendoj që kur ne jemi falendërues, kur ne i gëzohemi jetës, kur ne gëzohemi me gjërat e vogla që kemi në jetën tonë, na tërheqim ka vetes tonë akoma më shumë gjëra të mira. Okay, akoma më shumë. Edhe pikërisht për këtë zgjedh të flas sot, zgjedh të flas se si të tërheqim jetën tonë, gjërat që ne duam, si të manifestojmë jetën që ne dëshirojmë. Besoj keni dëgjuar shumë për manifestimin, okay? Por sot unë desha të flas për manifestimin dhe t'ja u shpjegoj mënyrën më të thjeshtë mundshme, ashtu sikur unë kuptoj manifestimin, dhe që t'ju ndihmoj edhe ju që të manifestoni në mënyrë të vetëdijshme, të manifestoni duke qenë të vetëdijshëm se çfarë dëshironi në jetën tuaj. Spari duhet kuptosh që gjithsecili prej nesh është manifestues. Jetën që ti e ke tani është se ti e ke manifestu. Jetën që unë kam tani është sepse unë e kam manifestu. Si e kam manifestu? Që ta kuptosh këta, që ti e ke manifestu jetën që ti e ke tani, thjesht ulu pak edhe shgoj mendime që ti kem për dëshmëri. Ulu thjesht një ditë edhe shkruaje çdo gjë që ti mendon. Okay? Kur ti shkruash do kuptosh se realisht se çfarë ti mendon për dëshmëri dhe mand mendimeve ti krijon, sepse ne jena krijues njerëz. Gjithçka në këtë botë, përveç gjënave që i ka kriju i madhi Zot, që është qielli, dielli, uji, toka, kafshët, ne si njerëz, gjithçka tjetër që nuk është kriju nga Zoti, është kriju nga robi. Gjithçka tjetër, rroba që kemi vesh, shtëpitë në cilat ne jetojmë, elektroshtëpijake, gjithçka që ne përdorim, është kriju prej njerit. Pra ne jemi krijues. Zoti na ka dhënë fuqinë neve me kriju. Por do ta shpjegoj se si ti krijon. Spari, çdo krijim fillon me mendim, okay? Gjithçka është një mendim. Pastaj mendimi kalon në emocion, okay? Dhe emocioni kalon në veprim, shtyn ti me vepru, dhe veprimi mand veprimeve ti krijon, okay? Do ta shpjegoj shumë thjesht. Për shembull, tani më të afër tani këtu kam i këtë filxhan, okay, që po pija çaj. Ky filxhan, pra atë personin që ka kriju për herë të parë ka qenë një mendim. Ka ardhur një mendim, okay? Si mendim, sikur si do ishte, sikur ta krijoje diçka tillë. Ky mendim që ai ka pas, i ka dhënë emocionin, si do ishte, nëse unë e krijoja, çfarë ndime do ishte për njerëzit, për shembull, e ka si emocion, ka thënë wow, do ishte diçka e mirë, sepse njerëzit munden me përdorën për dëshmëri, munden me pimta, munden me pini çaj të ngrohtë, munden me shiju diçka, ku diun bla bla bla. Edhe e ka mendu, pra i ka dhënë emocion, është ndje mirë, i ka dhënë emocion një ti mendimi. Dhe pastaj emocioni e ka shtyr me vepru, si mundem unë me kriju i këtë filxhan, edhe ka vepru duke përdorur mjetet e duhura dhe e ka kriju filxhanin, okay? Pra është im veprim, dhe pastaj e ka shkruar bla bla bla. Nëse. Pra kjo është krijimi në mënyrë të vetëdijshme. Fillon pra krijimi, manifestimi fillon me mendim, emocion edhe veprim. Nëse nuk ekzistojnë të treja, e ke të vështirë me vepru, okay? Pra gjithçka ka të bëjë me mënyrën spari se si ti mendon. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjatë përditshmërisë tonë ta veresh veten, çfarë mendon ti për dëshmëri, okay? Çfarë shikon ti më shumë për dëshmëri, sepse a ke vurë veten për shembull kur ti e shikon një live negativ, kur ti e shikon një film që të bën të emocionon, ti automatikisht qan. Nëse ti shikon gjatë gjithë përditshmërisë tonë gjëra negative, automatikisht gjëra negative do t'japin mendime negative, mendime do t'japin emocione negative dhe emocione do të kështin me vepru.
sepse nuk mundesh ti me kriju një jetë pozitive duke mendu 99% kohës negativisht. Duke mendu negativisht, ti ke me tërheq emocione negative dhe emocionet negative kanë me tërheq veprime negative dhe man veprimeve negative ti ke me kriju një jetë negative. Prandaj është shumë e rëndësishme me vëzhgu veten tënde. Çfarë mendon më shumë gjatë përditshmërisë tënde? Je si thjesht një vëzhgues, as mos e gjyko veten, okay? Thjesht vëzhgoje veten përditshmëri. Çfarë mendon ti më shumë? Që ti jesh i aftë për me ndryshu një ato mendime, se një ato mendime ndryshojnë. Shiko, përsëritja e vazhdueshme e një mendimi të caktuar e krijon bindjen te ti. Bindjet e krijojnë jetën tonë, okay? Na krijojmë sipas bindjeve tona dhe këta do ta shpjegoj. Për shembull, nëse ke bindje negative për parat, për shembull, unë kam pas shumë bindje negative për paret, okay? Po kam pas menduar që paret janë këqija ose një person mundet me pas ose lumturinë ose pasurinë, jo të dyja. Ai mund të jetë i lumtur, po jo i pasur, ose mund të jetë pasur, po jo i lumtur. I kyt e ka marrë si bindje, për shembull, duke pa njerëzit që në përgjithësi shikoja shumë njerëz që janë të lumtur por nuk janë pasur, ose janë pasur por nuk e kanë lumturinë, ose kam pasur bindjen që paret fitojnë me shumë vështirësi, okay? Sepse kam familjen teme duke u sforcu, duke i sforcu me i fitu parë dhe kam krijuar bindjen teme me përsëritje të vazhdueshme që paret është vështirë me i kriju, është vështirë me i fitu. Edhe shumë njerëz e kanë këtë bindje, por ma ka vërtetuar jeta që nuk është ashtu, okay? Sepse duke punu me veten, duke me përsëritje të vazhdueshme, edhe do t'ju tregoj se çfarë kam bërë konkretisht, por me përsëritje të vazhdueshme, ti mundesh me ndryshu bindjen tënde, sepse ti ndoshta mundesh me mendu gjatë gjithë kohës pozitivisht për diçka, ose mundu me kontrollu mendimet, por nëse e ke bindjen e thellë negative për diçka, është shumë e vështirë me tërheq jetën tënde, është shumë e vështirë me manifestu jetën tënde. Okay? Kështu që unë kam pas shumë vështirësi me parat, jam të punu për shembull me sferën e financave, sepse mendoj që është nga sfera që kam pas shumë bindje negative për ta, okay? Bindje të thella për ta. Bindjet krijohet me anë të përsëritjeve. Sa më shumë ti e përsërit një mendim, aq më shumë ti e krijon bindje të thellë në vetdijen tënde. Por si mundesh ti me largu këtë bindje në të njëjtën mënyrë, me përsëritje, por në këtë rast duke përsërit diçka pozitive, duke ja thënë vetes, duke ja përsërit vetes një mendim pozitiv. Për shembull, nëse ti e vëzhgon mendimin, për shembull ulesh edhe i vëzhgon mendimet e tua. Duke e vëzhguar një mendim, ti e kupton nga të ka ardhur një mendim, okay? Ose nga të ka ardhur një bindje. Kur ti e kupton nga të ka ardhur një bindje, pra e vëzhgon, ti mundesh edhe me pranu që e ke dhe me ndryshu, okay? Me ndryshu me një mendim tjetër pozitiv, por don pak kohë, don pak konsistencë, okay? Ajo çfarë kisha sugjeruar është shkrimi. Unë e përdor shumë shkrimin. Shkrimi realisht unë shkruaj gjithmonë shkrimin në mënyrën e falënderimit, pra falenderoj për gjërat që i kam, okay? Por që edhe nuk i kam në kohën e tashme. Gjithmonë ulem e shkruaj për me ndryshu bindjen. Nëse ti për 21 ditë deri 90 ditë e shkruan diçka, e shkruan një fjali pozitive, pra nëse keni një bindje negative, e shkruan një bindje pozitive për një diçka të caktuar. Për shembull, unë nuk jam e mirë mjaftueshëm. Ti e shkruan unë çdo ditë më shumë po bëhem mirë me mirë, ose e jep një bindje pozitive, automatikisht ka me ndryshu, sepse me përsëritje ti ja tregon trurit, domethënë ti. Hej, përshëndetje nga Silva të nesërmes. Dje nuk e përfundova dot videon, më duhet dilja edhe thash sot Silv ulu ashtu siç je. Thjesht bane videon, përfundoje se ndonjëherë nuk ka rëndësi shumë se si dukemi, por ajo çfarë përcjellim. Dhe me këtë rast hym direkt në temë, po thoja dje që është shumë e rëndësishme me riprogramu trurin tuaj, ajo çfarë i përcjellni çdo ditë trurit tuaj. Truri juaj është riprogramu një herë dhe mundet mu riprogramu. Okay, e kam thënë shpesh herë në videot e mia këtë gjë. Si mundesh me riprogramu trurin tan? Trurin tan e riprogramon vetëm me përsëritje të vazhdueshme, duke përsërit diçka. Për shembull, them që është shumë e rëndësishme
me i vërejt mendimet e tua, çfarë mendimesh ke më shumë për dëshmëri, cilat janë mendimet që të vinë më shumë, okay? Nëse i vjen në re që ato mendime janë negative, ti pranon që i ke dhe pastaj i zëvendëson me një mendim pozitiv. Dhe këtu të ndihmon shumë shkrimi, okay? Shkrimi i afirmimeve pozitive për diçka të caktuar, okay? Unë e përdor shumë teknikën e shkrimit pafund. Kam pafund fletore që shkruaj çdo ditë, për shembull këtu i kam mbledh disa, këtu është ditari 7 minutësh nga Valentina Rexha i kun, i shkruaj për shembull çdo ditë gjërat e mia për cilat jam falendëruese, shkruaj gjërat për cilat du me i pas në jetën time, po gjithmonë kohën e tashme sikur i kam, okay? Sepse në këtë mënyrë ti e riprogramon trurin sikur i ke me përsëritje të vazhdueshme. Kam shumë fletore tjera, për shembull ta e kam një fletore ku shkruaj për shembull trajnimet, kam trajnime në akademi ose trajnime që unë i baj shkruaj vazhdimisht, mbaj shënime. Këta e kam vetëm për financat për shembull, shkruaj për financat. Kam një fletore tjetër ku e kam çrregull, për shembull të madhe, po më shumë shkruaj mendime që më vijnë më shumë për dëshmëri, tema që i kam për rrjetet sociale, shumë tjera, shumë e çrregull, por e mbaj thjesht për shprehje mendimesh, okay? Një vogël kështu e kam thjesht me shkruaj 3 deri në 5 detyra që unë ja vendos vetes në përditshmëri për me arritë qëllimet që ja kam vendos vetes për shembull për këtë vit. Por mendoj që për këtë blog du me folë një video tjetër, se a shumë rëndësi për shkrimin e qëllimeve, kështu që do flasim në një video tjetër. Pra, a shumë rëndësishme me i shkrujt, okay? Me i shkrujt çdo ditë, sa me i shkrujt çdo herë, nuk ka një kohë caktuar me shkruje për kaq, po thonë që truri, nëse e shkruajnë për 21 ditë diçka, fillon edhe riprogramon trurin tanë, po duhet vazhdimsi, akoma më shumë. Unë kam 3-4 vite që vazhdoj të shkruaj. Dhe akoma ndonjëherë truri më thot Silv, a prap du me shkruaj sot? Apo e lën sot mos shkruaj? Lën sot se shkruaj nesër. Domethënë prap rikthehet ai programimi vjetër, por ti duhesh me vazhdu vazhdimisht. Por këtu te mendimi a shumë e rëndësishme me kuptu diçka, okay? Me kuptu që një mendim që të vjen nuk realizohet në jetën tënde, nuk manifestohet në jetën tënde, nëse ti nuk i jep emocion, okay? Emocioni e bën ndryshimin, okay? Pa emocion ti nuk mundesh me manifestu. Dhe këtu te emocionit ndihmon shumë vizualizimi. Për shembull, e keni dëshirë të caktuar, okay? E shkruan dëshirën tonë në kohën e tashme dhe i jep emocion tek sa e shkruan. E shikon si ndihesh ti kur e shikon dëshirën tonë të realizuar. Do me pas më shumë shëndet. Si ndihesh ti kur e ke shëndetin e plot, do me manifestu një partner një të tonë, si ndihesh me atë partner, do me manifestu një shtëpi ëndër, si ndihesh duke e pas shtëpinë, ti jep emocion. Emocioni shtin me vepru, okay? Emocioni është ai që realisht i manifeston ëndrat e tuaja, qëllimet e tuaja. A keni vënë re për shembull, tani nëse ti u pyes tani për momentin, rikujtoje një moment në jetën tënde që ka qenë shumë i bukur, që të ka bën shumë e qesht, okay? Rikujtoj një moment që të ka bën shumë e qesht. Mbeso se sa po ta rikujtosh, të ndryshon emocioni jot, okay? Ose ke me fillu me qesht, ose ke mu ndje ma mirë, okay? Kur e rikujton atë moment. Ose, për shembull, a keni vënë re që gjërat negative nguliten më shumë se sa gjërat pozitive në jetën tonë. Për shembull, dikur e ke kalu një moment shumë të keq, një traumë, okay? Emocioni një asaj traume ka qenë kaq i fuqishëm sa është ngulit në trurin tanë, është bë bindje në trurin tanë, dhe sa herë e rikujton një të kalume të dhimbshme, ty ta jep direkt emocionin pozitiv. Pse? Emocioni që ke përjetuar në atë moment ka qenë kaq i fuqishëm, okay? Kështu që prandaj është shumë e rëndësishme me mënyrë të vetëdijshme me ja dhanë emocionin diçkaje, kur ti du me manifestu diçka në jetën tënde, një dëshirë, jepi emocion dëshirës tënde teksa e shkruan, teksa e vizualizon, ulu, merri 5 minuta në ditë, vizualizoje ëndrrën tënde, dëshirën tënde, okay? Sepse vetëm në këtë mënyrë i ky vizualizimi, emocioni ka me të shty me vepru, kanë me tarë gjërat në atë mënyrë sa ti nuk e beson për me realizu një të qëllime në jetën tënde, një të dëshirën në jetën tënde. Dhe mbas emocionit vjen veprimi. Ti duhesh me vepru. Ti mund të rish ndoshta gjithë ditën duke manifestu, por nëse nuk vepron, nuk ke me sjellje jetën tënde. Për shembull, ti e don një punë më të mirë. Ti duhesh me apliku për një punë tjetër. Ti e don me gjetë një partner në jetën tënde. Por rrin gjithë ditën në shtëpi. Ti duhesh me dalë, me bën diçka, me kriju shoqëri të reja, ose sot i gjeni në rrjetet sociale, po duhet me hap një Instagram për shembull, okay? Pra duhet me bën diçka, okay? Për me arritë dëshira jote, okay?
Dhe pas veprimit, pas e ti vepron, thjesht e lëshon edhe e beson. Lëshimi njerëz dhe besimi janë pikat ma themelore të manifestimit, okay? Mos u kap pas dëshirës, pse nuk ka tu ardhë? Pse nuk ka tu ardhë partneri i dur? Pse nuk kem të gjetë punën e dur? Pse, do më thënë, pse kur ti thu pse nuk ka ardhë, ti vibron mungesë. Ti i tregon Zotit që ti nuk e ke, do më thënë, gjithmonë na tërheqim atë çfarë ne jemi. Nëse kemi mungesë, na tërheqim akoma më shumë mungesë. Kështu që thjesht lëshoje, edhe lidhe shumë lëshimin me besimin. Besoje që Zoti ka me sjell në kohën më të përshtatshme për ty, më të mirën për ty, sepse na e duam edhe gjanat shpejt, okay? I duam gjanat me ndodh tani. Çdo gjë vjen në kohën e dur, momentin e dur, vjen pikërisht atëherë kur ti ke nevojë për një gjë, okay? Kur ti e ke më të nevojshme, jo kur ti e don, por kur ti e ke nevojë. Zoti din se kur ti ke nevojë disa gjëra, kështu që thjesht lëshojo. Dhe teksa e lëshon dëshirën, thjesht i kjo gjë që të ndihmon më shumë me manifestu, jo vetëm një dëshirë, por edhe ndoshta diçka më të madhe se sa ajo një dëshirë, ose jo fikse ndonjëherë e vizualizojmë diçka në mënyrën tonë, por Zoti na sjell diçka akoma më të mrekullueshme se ne, akoma më të madhe. Është një shprehje që ti dëshiron një trëndafil, po Zoti të sjell një buqet. Pra ti duhesh gjithmonë momentin që ti e lëshon dëshirën, e beson që Zoti ka me sjell në kohën e dur dhe gjatë kësaj periudhe, ti thjesht me qanë falendrus, mu falendru për gjërat që ti ke, me u përqendru për të mirat që ti ke, me përqendru mendimin tanë, fokusin tanë tek pozitive, të gjërat e mira që ti ke, sepse kur ti e përqendron fokusin te pozitive dhe nuk fokusosh dot se çfarë nuk ka të shku mirë në jetën tënde, një herë ti ke me tërheq gjërat mira, sepse na tërheqim ashtu siç jemi, e thash edhe një herë. Pra është shumë e rëndësishme me i besu disa gjëra edhe me i lëshu, okay? Me besu se thjesht ka marrë jetën tënde në kohën më duhurin për ty, okay? Dhe fundit njerëz, por shumë e rëndësishme është ti duhesh me e di çfarë dëshiron, okay? Ndoshta kjo është pika e parë, por e thash fundit se shumë njerëz dëshirojnë gjëra, por nuk e shprehin qartë, fiks ashtu sikur i dëshirojnë gjërat. E dëshirojnë një punë më të mirë, po çfarë pune dëshiron? Çfarë dëshiron konkretisht me bë? E dëshiron një partner. Si dëshiron ti jetë partneri jot? Konkretisht me çfarë karakteristikash dëshiron ti jetë ai? Dëshiron me fitu ma shumë para. Sa para? Se gjithmonë e shkruaj edhe unë. Okay, dëshiroj me fitu ma shumë para. Po fitoj ma shumë para. Po sa para? Sa para në muaj dëshiron me fitu? Je shumë preciz, i sakt, me ato çfarë ti dëshiron marrit, okay? Sepse kur ti je qartë çfarë ti dëshiron, edhe Zoti e kupton më qartë se çfarë ti dëshiron dhe mund të të sjellë jetën tënde, okay? Kështu që je preciz, je sakt, edhe diçka të fundit që shumë të rëndësishme, mos u lidh me të kaluarën, kush ke qenë, okay? Mos e lidh veten tënde me të kaluarën, mos manifesto nga kalumja, mundesh me manifestu nga ardhmja, ajo çfarë ka kaluar në jetën tënde nuk mundesh me rishbë më, nuk mundesh me ndryshu më, okay? Ke qenë kush ke qenë, ke bën çfarë ke bën, mos e gjiko veten, thjesht tani mundesh me ndryshu, domethënë të ardhmen ti mundesh me ndryshu. Të shkuarën nuk mundesh me ndryshu. Kështu që çfarë mundesh me bë tani? Punon në tashmen me veten tënde për me ndryshu të ardhmen, okay? Tani puno me veten tënde, tani falenderoju, tani gëzoju jetës, tani gëzoju të mirave që i keni jetën tënde. Edhe mbesoj që duke u gëzu në tashmen, duke qëndru sa më shumë në tashmen, edhe duke vizualizu si dëshiron ti të ardhmen, mundesh me ndryshu automatikisht, okay? Sepse truri nuk njeh diferencë. Nëse ti e vizualizon shpesh herë një dëshirë tënde, shpesh herë e vizualizon, i jep emocion, se thamë emocioni është shumë rëndësi, jep emocion diçkaje, nuk ka shans mos marrë jetën tënde. Ndoshta nuk vjen ashtu siç e mendon ti, po ka përtar në një mënyrë më të mirë se sa e mendon ti, okay? Ndoshta nuk vjen pikërisht, mi ka vërtetu jeta disa gjëra që realisht ndoshta e kam dëshiruar diçka, e kam shkruaj precize diçka, por Zoti më ka sjell në një mënyrë akoma më të bukur, okay? Akoma më perfekte. Kështu thjesht besoj procesit, lëshoj gjërat, lëshoj të kaluarën, mos u lidh pas kaluarës, thjesht je sa më shumë prezent, edhe automatikisht ke emër ta manifestu të ardhmen tona ashtu siç ti dëshiron. Shpresoj që kjo video ka ndihmu, okay?
uroj që të postoj sa më shpesh njerë, sepse shpesh herë tham do postoj më shpesh, do bëj më shumë video, po përsëri disa ngarkesa, disa gjana, e di një nga qëllimet e mia kryesore këtë vit është me postu pakte një herë në javë në YouTube, okay? Është dëshira ime shpresoj që t'ja dal. Edhe por duhet me vendos qëllim, duhet me mbaj disiplinë gjatë për cilën unë do flas në videon që vjen. Mendoj që do flas pak për disiplinën, për qëllimet, si të vendosim qëllime vetes, si ta menaxhojmë sa më mirë kohën tonë, okay? Sepse edhe për këtë jam pak edhe unë duke punu shumë me veten time, sepse nuk është e lehtë njëri, nuk është e lehtë me vendos disiplinë, nuk është e lehtë me ja vendos vetes disa qëllime gjatë ditës, disa punë gjatë ditës edhe me i kry, okay? Se ti mundesh ndoshta na kena një punë, shkoj me punojmë 8 orë, dim se kena muqu në 6, në 7 me qanë punë, me mbaru në 3 dhe marrë në shtëpi, okay? E ke të detyrueshme me bë, po kur je të punu për veten tënde, thu hajt marr se e baj nesër, hajt marr se e baj pastaj, hajt marr baj diçka tjetër, edhe përfundojmë duke i neglizhuar gjërat, okay? Gjithmonë për veten tonë, por vetja jonë duhet të qenë prioritet. Spori duhet të jemi ne. Okay, pastaj tjerat. Kështu që për këtë mendoj që duhet flasim në një video tjetër. Unë ju përshëndes shumë. Faleminderit që dëgjuat këtë video deri këtu, edhe shikojmë në videon e radhës.